E kërkova fjalën thjesht për të sqaruar që nuk shkruhet asgjë kundi në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që avokati i popullit i takon opozitës. Por ka një rregull të pashkruar, të cilën e kemi respektuar gjithmonë, vetëm në një rast të vetëm që erdhi përpasojë të një marrëveshje politike në 17 maj 2017, opozita ka pasur ekskluzivitetin e propozimit të një emri. Në rast se ju keni dëshirë të kthehemi në një marrëveshje si në 17 maj 2017, patjetër nuk ka ndonjë problem, duhet diskutuar. Por në të gjitha rastet e tjera ka pasur një proces. Dhe procesi është një proces, modeli më i mirë ka qenë ai i vitit 2012, kur grupi parlamentar i Partisë Socialiste në opozitë në atë kohë hapi një proces të hapur, ku konkuruan një numër i konsiderueshëm kandidatësh, por dhe përgjatë atij procesi, më vjen keq që këtu nuk është zoti Patozi apo drejtues të tjerë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe përgjatë atij procesi ka pasur një konsultim me grupin e mazhorancës për të rënë dakord për emrin. Kështu që ju nuk mund të vini të thoni o ky, o Rame vdishëm, por zoti Peleshi në mënyrë të përsëritur, përpara zotit Peleshi edhe zotit Çuçi, përpara zotit Çuçi edhe unë si kryetar grupi, ju kemi thënë që hajde të ndërtojmë një proces. Ka një model të konsoliduar në Kuvendin e Shqipërisë, siç e kemi thënë që vihet me ju mund të sillni 4 kandidatura, ndër ato 4 kandidatura hiqen 2 kandidatura me propozim të mazhorancës dhe shkohet me 2 kandidaturat e mbetura për të votuar. Dhe këtë model e kemi në fakt të vendosur edhe në përzgjedhjen e disa institucioneve tjera. Mos harroni asnjëherë që kërkohen 84 vota për zgjedhjen e avokatit të popullit. Në këtë legjislaturë nuk janë. Kështu që as në atë tjetër. Kështu që në këtë aspekt është e kotë që ju të përdorni shembuj që nuk ekzistojnë, ndërkohë që i vetmi shembull që ekziston është ai i 17 majit 2017, kur ne në seancën e datës 25 maj 2017 kemi votuar zonjën Balanca për një mandati së cilës, se jeni dhe keq me matematikë, ka përfunduar para 3 vitesh, jo para 1 viti. Dhe ky proces ka 4 vite pothuajse që po zgjat, sepse e kemi filluar që 6 muaj para që në janar të 2022-shit, po shkojmë jemi në korrik pothuajse të 2025-s, 3 vite e gjys. Prandaj mos e kërkoni përgjegjësinë ke grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por merrni përgjegjësinë që e keni shkaktuar vetë, nuk keni dashur vetë ta zgjidhni avokatën e popullit, dhe ndërkohë që zoti Peleshi ishte shumë i qartë në atë që sqaroi që koha e mbetur për të kryer një procedurë sipas edhe standardit, sipas edhe praktikës parlamentare është e pamjaftueshme për ta konkluduar. Por